si ka qenë dita jote, si është jeta jote. Thuaj super, fantastike, nuk mund të jetë më mirë. Thuaj gjithçka është perfekt. Edhe pse mund të mos jetë gjithçka perfekte, por sidoqoftë ti gjithmonë do të thuash aspekte pozitive të saj. A keni vënë në re se si njerëzit të cilët ankohen vazhdimisht për jetën e tyre dhe për problemet e tyre, se si ata përfundojnë duke ju kthyer gjithmonë të njëjtat probleme, i përsëriten vazhdimisht. A keni vënë në re këtë gjë? A ke vënë në re ti të jeta jote kur ankohesh vazhdimisht për këtë, për atë, për këtë, për atë, përsëri ke situata të reja, përsëri për të ankuar më tepër? A ke pyetur ndonjëherë veten, a e krijoj unë këtë gjë? A ke pyetur ndonjëherë veten, shpesh e dim shumë mirë që ke akuzuar dhe Zotin. Zot, pse ma bëre këtë, apo njerëzit, apo jetën. Ndërkohë që gjithçka e ke ti në dorë, sepse është çështje komunikative midis ndjenjave të tua dhe të jashtmes. Momentin që ti thua keq, nuk jam mirë, edhe mërzitesh, ti tani krijon këtë energji negative. Kjo energji negative është një mesazh për universin që të sjellë situata të tjera e negative në jetën tënde që ti të vuash më shumë. Sepse ti je shefi, universi thot, "Ok, boss. Nëse ti do më shumë situata që të mërzitesh pasi po kom ngul kaq shumë dhe po ankohesh për të njëjtat gjëra, unë do të sjell situata të reja që ti të mërzitesh edhe më tepër, sepse kjo është çfarë ti do të dashkë të përjetosh thot." Është kaq e thjeshtë. Çdo herë që kemi probleme, kemi situata, gjithmonë mbaj mendjen në aspektin pozitiv mendor. Sepse vetëm ajo është zgjidhje. Nëse ti mëshon negatives dhe ankesave dhe mërzitjeve, edhe ri me njerëz negativ dhe njerëz që ankohen dhe njerëz që të ngarkojnë edhe pashu ngarkohesh dhe ti me atë energji negative, atëherë ato do të shtohen, sepse ti po i mëshon. Kështu që thjesht gjithçka është mirë, mendje të lehtë edhe mendje në aspekt pozitiv. Çdo fjalë dhe çdo ndjenjë dhe çdo ide e jotja krijon realitetin tënd. Të uroj një ditë të mbar me këtë një mësim elementar që mund ta mbash gjatë ditës apo mundesh ta lësh aty ku është, edhe mos e përdorësh asnjëherë, e të vazhdosh në rrugën që ti ke zgjedhur.